Kohëve të fundit i është kthyer buzëqeshja. Istogu në pjesën pranverore të ligës së parë, në 4 ndeshje ka tubuar 7 pikë dhe ka rritur gjasat në garë për mbijetesë. Pa dyshim, më i merituari është trajneri Gani Metaj, i cili është rikthyer në ekipin e troftave. Kom prit bili edhe një pikë me pas ma shumë, por me Trepç atje ndeshjen e kemi hup me gabimet tona, jo që kemi luajtur dot. Kapiteni Qendrim Jahaj nuk ndihet mirë që më shumë gjas një skuadër nga rafshi Dugaxhinit do të bie nga liga e parë. Na jemi të bëni garë të fort, sidomos në ekipet e rajonit Dugaxhinit, Onyxi, Istogu dhe Rilindja, nuk kisha pas se më kanë kështu, po që realiteti është ky. Këtë fundjavë nis rreth i 3 i garave, e për skuadrën e Istogut, secila ndeshje do të jetë finale në vete. Unë jam i vetëdijshëm, edhe lojtarët janë të vetëdijshëm se ne i kemi edhe 9 finale tjera. Nuk do të dihet deri në fund. Rivali i radhës i troftave është Trepça 89, ndeshje kjo që luhet të dielën në Mitrovic. E dim rëndësinë e ndeshjes, duke marrë parasysh se edhe Trepça është një ndër kandidatët për Super League. Tash sidomos me humbjen e Suarekës, edhe ajo ju kanë shtuar gjasat shumë mirë. Por ne nuk do të shkojmë me flamur të bardhë. Sigurisht do të jetë më ndryshe, na kemi marrë mësim për ndeshjes parë, kemi bërë disa gabime, sidomos në pjesën e parë në lojën me Trepçën, i kemi punuar ato gabime që kemi bërë, besoj që kemi përmirësuar dhe ka më qenë këtë një lojë tjetër. Ku kanë mbetur edhe 9 ndeshje për të zhvilluar, Istogu rënditet në pozitën e 8, me 3 pikë më shumë se Onyxi i vendit të fundit. Edhe përkundër situatës së vështirë, drejtuesit dhe futbollistët janë të bindur që mbijetesa nuk do të vijë në pikpyetje. Po 2 herë me Gani Metaj jemi hinë Super League. Kështu që unë me bindje plot them se nuk rrezikona për mbijetesë. Po besoj shumë, edhe me ardhin e trajnerit Gani Metaj që ka ardhur, edhe me disa përforcime, kemi bën një ekip mirë, jemi kombinuar mirë, jemi përgatitur mirë, kemi shfaqur lojnat mira këto 4 gjë të para dhe besoj që kemi vazhduar kështu dhe kemi siguruar mbijetesën. Në 18 ndeshjet e deri tanishme, Istogu ka realizuar 4 fitore, e ka edhe 6 barazime dhe 8 humbje.